Për shumicën e familjeve shqiptare, darka e vitit të ri mbetet një ritual i lidhur fort me traditën dhe tryezën e bollshme. Menuja klasike përfshin sallata të ndryshme, mishra, gjeli apo pula deti me përshesh, ëmbëlsira tradicionale dhe pije alkolike e jo alkolike. Megjithatë, përgatitja e kësaj darke në shtëpi kërkon një angazhim financiar gjithnjë më të ndjeshëm, për shkak të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore gjatë gjithë vitit dhe veçanërisht në periudhën e fundvitit. Sipas një vlerësimi mesatar të tregut, një familje prej 4 antarësh shpenzon rreth 19.000 deri në 20.000 lekë vetëm për përbërësit kryesor të darkës festive. Një pjesë e konsiderueshme këtij buxheti shkon për sallatat tradicionale, të cilat përfshin produkte bazë si perime të freskëta, majonez, vaj, vezë dhe produkte të konservuara, me një kosto që mund të arrijë rreth 2.000 lekë. Edhe pse duken shpenzime të vogla në dukje, rritja e çmimeve të perimeve dhe vajit ushqimor i ka bërë sallatat më të kushtueshme krahasuar me vitet e kaluara. Një tjetër zë i rëndësishëm janë mishrat dhe produktet e bulmetit. Përfshirja mishit të viçit ose të derit, sallameve, proshutës dhe djathërave për tryezën festive përkthet në një shpenzim mesatar prej 3.300 lekësh, një nivel që reflekton rritjen e vazhdueshme të çmimeve të mishit dhe produkteve të përpunuara. Familjet që zgjedhin produkte vendase arrin të ulin disi koston, ndërsa ato që preferojnë produkte të importuara përballen me çmime ndjeshëm më të larta. Zëri më i kushtueshëm i darkës tradicionale mbetet gjeldeti i detit dhe përsheshi, që konsiderohet pjata simbole vitit të ri. Çmimi i gjeldetit, sidomos në ditët e fundit të dhjetorit, pëson rritje për shkak të kërkesës së lartë, duke bërë që së bashku me përbërësit e përsheshit, kostoja të arrijë rreth 7.500 lekë. Për familje që zgjedhin gjeldeti vendas apo alternativat e mishit të importuar, kjo shifër mund të ndryshojë, por mbetet gjithsesi pesha kryesore në buxhetin e darkës. Edhe ëmbëlsirat zën një vend të rëndësishëm në tryezën festive. Baklavaja, e përgatitur në shtëpi ose bler në pastiçeri, së bashku me ëmbëlsira të tjera tradicionale, kërkon një shpenzim prej rreth 3.000 lekësh. Rritja e çmimeve të arave, sheqerit dhe gjalpit ka ndikuar drejt për drejt në koston e kësaj pjese të menus, duke bërë më të shtrenjtë krahasuar me vitet e mëparshme. Në fund, pijet përbëjnë një tjetër zë të rëndësishëm të shpenzimeve. Vera, rakia, pijet freskuese dhe lëngjet për fëmijë arrin mesatarisht rreth 3.500 lekë, në varësi të markës dhe origjinës. Familje që zgjedhin pije të importuara ose sasi më të mëdha, veçanërisht për pritjen e miqve, përballen me një rritje të mëtejshme të kostos totale. Por çfarë mendojnë qytetarët, sa i kanë ata mundësitë të festojnë? Vetëm me plakën. Ku do kalojnë? Çfarë keni gatuar? Çfarë ke gatuar? Ka mundësi, gruaja të ketë bërë një tortellini, mish nuk patëm të blinim, kështu që me një salat, çiki lash se jemi dhe pa qejf, këto janë. Ky është viti i juaj. Ky është. Besoj që nuk është vetëm për mua, po që janë të moshuar, që janë pensionistë, në këtë gjendje janë, dhe kush nuk ka fëmijë jashtë. Çfarë do presim? Më keq po bëhet. Do e bëj këtë nga Orikumi atje se kam, ka ardhur djali nga Gjermania, do e bëj me ata. Po sigurisht, po tani kaposhi i detit është tradicional, ti e di, edhe këto të tjerat pas që janë shtesë. Po baklava përdorim ne. Baklava? Po. Gati tryezën e vitit të ri? Po hajde me tryeza gati ka qenë. Gati e keni? Gjithë vitin gati po. Gatuar, vitin bardhë ju. Tryezën e vitit të ri? Keni përgati tryezën? Po patjetër. Çfarë? Neve vdesim për një çik. Çfarë keni gatuar? Kaposh deti, mish qënji, baklava, shëndetli, edhe gjëra tjera plot. Në tërësi, shuma prej 19.000 deri 20.000 lekësh përfaqëson një vlerësim mesatar dhe minimal për një darkë tradicionale në shtëpi. Nëse tryeza pasurohet me ushqime më të shtrenjta, si peshku detar, frutat e detit apo pijet premium të importuara, kostoja mund të rritet ndjeshëm, duke e bërë darkën e vitit të ri një barë reale për buxhetin e shumë familjeve shqiptare. Në këtë kontekst, festimi në shtëpi mbetet zgjedhja më ekonomike krahasuar me restorantet, por gjithsesi kërkon planifikim të kujdesshëm financiar.